Tetova duket më e bukur se kur. Qyteti është i qetë, e skena është gati. Përballë skenës në qendrën e kulturës së Tetovës, tashmë po vinë mysafir të shumt, familjar, intelektual, miqë e kolegë të rock grupit legjendar Elita 5, të cilët publikuan albumin e tyre më të ri, të cilin e promovuan me videoklipin Më fal. Nga të ftuarit e nderit të Elita 5 ishte kryetarja komunës së Tetovës, Teuta Ariti, e cila tha se ndjehet shumë e lumtur dhe krenare që vendi që ajo udhëheq frymon në të njëjtën kohë me elitën shqiptare. Nuk mund të jesh pa emocione për të folur diçka sonte, aq më pak mund të thoni shumë para atyre të cilët me artin e tyre kanë thënë shumë. Prandaj dëshiroj që posaçërisht i falenderohem në radhë të parë grupit Elita 5 për faktin që janë brend i Tetovës dhe kur thuhet Tetov dikund nënkuptohet Elita 5 apo djemtë e lagjes tonë që kanë mbetur po aq të ri dhe që vazhdojnë të besin të ri. Ajo që më bëri përshtypje të posaçme është fakti që albumi i tyre quhet Mohikani i fundit. Për të mos tingëlluar shumë si profesor, megjithatë të gjithë ne mund të përkujtohemi pak në atë logjikën e atij librit Mohikani i fundit, i atij luftarit i cili lufton për idenë e vet sado e vështirë është ajo luftë, dhe që angazhohet për konceptin e vet sado e vështirë dhe sado të tjerët ndonjëherë mund të kenë dilema për ta ndjekur. Klipi Më fal është punuar nga një djalosh i ri Maqedonas, puna e të cilit u lavdrua shumë nga të gjithë, në veçanti nga këngëtari Sinan Vllazaliu, i cili ishte i pranishëm në Tetov. Nuk dyshoj në aftësitë e zgjedhjes të virusit, domethënë që se flasim për klipin, automatikisht dallohet për gjithë tjerëve deri sot, se e ka bërë një formë tjetër, domethënë për herë të parë kam pa diçka që është filmu me plot kuptimin e fjalës, edhe pse këtu është mundësia ju keni pas mundësinë më të keqe me shiku, për shkak të dillit dhe problemeve natyrës teknike. Unë kam pas fat me shiku në ambient, domethënë në studio të virusit, dhe mendoj që është një ndër videoklipet më të punuar deri sot. Shmendimi jam. Nuk i ka ato lulet e teprume në video spota që jemi mësuar po, njerëzisht, kështu që besoj që kjo do të jetoj më gjatë, do të jetoj ashtu siç jeton edhe Elita. Elita është në kontinuitet e ka suksesin edhe në vazhdimsi është në kontinuitet është i suksesshëm. Grupi Elita 5. Në mos flasim për virusi ka prapë, do me ka aftësinë edhe ka sensin e zgjedhjes të mirë. Më fal, të lutem më fal, që nuk mundem të ndryshoj. Ashtu si edhe për të gjithë të pranishmit pas lansimit të klipit, Elita 5 u kujdes që edhe për ne të nënshkruaj albumin e ri Mohikani i fundit.
Të lutem më fal. Po Sinanit, koleg tjetër të pranishëm të grupit, ishin edhe Selami Kolonja e Eneida Tarifa. Në fakt, unë magjinë e dëgjimit të këngëve ja kam lënë live-it që do të mbahet pak më vonë për disa minuta, le të themi, që do të filloj atje dhe atje do të gjykoj dhe do të shijoj çdo këngë me shumë dashuri. Këngët që të mbahen mend duhet të dëgjohen disa herë në fakt dhe jam e bindur që për një herë publiku shqiptar do të fiksohet mbas disa këngëve. Në fakt, unë klipin nuk kam arritur ta shoh, erdha direkt sa mbaroi klipi, vi direkt nga Tirana dhe ju sjell përshëndetje të gjithë artistëve që nuk kanë mundur të vinë, por që kanë marrë të gjithë ftesat. Por që realisht unë dhe Erion Zaloshnja, bashkëshorti im, e konsiderojmë jo vetëm një album e aq që promovohet i disa kolegëve tanë, por është një ngjarje e madhe muzikore. Unë jam madhurus, domethënë e deklaroj hapta se unë jam madhurus i flakt i këtij grupi, për shkak se këto kultivojnë një muzikë shumë të mirëfillt shqiptare, prandaj edhe kanë hyrë në çdo cep, në çdo skaj, në çdo kënd, në çdo fshat, në çdo qytet. Kudo që të shkojsh, këto djem të mirë ndëgjohen, janë të mirë, të ri, modest, kultivojnë një muzikë që të gjithë e duan, çuditërisht nga fëmijët deri tek pleqt. Prandaj edhe i përkrajmë dhe duhet përkrahur vazhdueshëm. Më fal, të lutem më fal. Të jetosh në të njëjtën kohë me legjendat e Elitës 5 është vërtet nder i madh për të gjithë ne. Por të kesh baba, vokalistin dhe të mbash emrin e këtij grupi, duhet të jetë ndjenjë veçantë që më së miri na shpjegon Elita Zyberi. Është herë e parë që vi në albumin e babit tim që e promovon. Besoj edhe ke fjalë shumë të mira edhe për këngët, edhe për videoklipin që sapo e pam, tregona pak ke ndihmu gjatë procesit, apo ka qenë babi pak i stresuar me tërë këto punë? Normal, ka qenë shumë i stresuar, po kam qenë edhe unë brenda këngëve, back vokal kam qenë. Edhe jam shumë emocionume pasi që tu e pas spotin u emocionova pak, ja nisa me kajt, edhe u bona pak si kes, është një këngë shumë e dhimbshme dhe shumë emocionoj. Si ndihesh kur një grup i mirënjohur në gjitha truhet shqiptare si Elita 5 mban edhe ti emrin e këtij grupi, një Elita? Nuk e di pse, se janë edhe fëmijë tjerë që janë më të ndaj se unë, nuk e di pse se kam pasur emrin Elita, unë e kam, kështu që unë ndjem krenaret që kam emrin Elita. Besoj për fund ke edhe pak fjalë, një urem ose fjalë përësie për babin edhe për gjithë shokët e grupit? Thjesht që uroj shumë, ende më shumë suksesa atyreve dhe babin e dua shumë e dua. Për vokalistin e grupit, kjo ka qenë një periudhë mjaft e gjatë kohore, por që mendohet të jetë përmbyllur me sukses. Kënga e parë që ka filluar të realizohet ka qenë viti 2008, do me thonë jemi të viti 2014, do me thonë 6 vite që e kemi nisë këngën e parë, do me thonë dhe ja tash u përfundoi albumi, mendoj se ka përfunduar me sukses. E kemi dhënë të gjithë mundin që të bëjmë këngë të mira, kualitative, që t'ju pëlqejnë adhuruesve tonë dhe shpresoj t'ja kemi arrit qëllimit. Keni pas shumë bashkëpunëtor me cilët keni punuar gjatë këtij albumi? Po kemi pas bashkëpunëtor për tekstet, do me thonë tekstet janë autor të ndryshëm, si Arsimi, Fatmiri, Avni Qaili e shumë tjerë, kurse muzika dihet, orkestrimi edhe komponimet janë të kompozitorit grupit në gjatë mujovit virusit. Gjitha truhet shqiptare janë krenare që ka një grup se Elita 5, e gjithashtu besoj në veçanti më së miri ndihet edhe vetë Tetova që ju ka këtu, ju nderuat tërë qytetin dhe bashkëbendasit me promovimin që e bët pikrisht këtu. Është kjo një ndjenjë pakës më veçantë kur bën promovim vend? Është ndjenjë veçantë, ju them të drejtën, këtu e kemi filluar karrierën dhe mendonim që u kemi bosh këtine njerëzive që në fillimet e karrierës tonë na kanë përkrah. Dhe unë vjen shumë mirë që përposë misafirve dhe miqve tonë nga Tetova që kishim edhe shumë miq tonë edhe jarana si thuan edhe nga Kosova edhe nga Shqipëria dhe u pa që kemi përkrahje nga të gjithë troja shqiptare.
Të lutem më fal. Emocionet nuk munguan as për virusin. Si mendoj që shkoi krejt kjo, kishit emocione gjatë fillimit? Po normalisht, çdo artisti ka emocionet e veta. Unë jam shumë i kënaqur që më kanë nderuar, më kanë respektuar kolegët, miqt, bashkëqytetarët, bashkëtetarët, andaj kufijve. Kënaqësia është më e madhe nëse se dia mund ta përcjelli deri tek publiku, deri tek telespektatorët e TV 21-shit, me shpresë për një punë 10 vjeçare që kemi bë, duke munduar mundin ton të ofrojmë, servojmë publikut një muzikë të mirë fill ta them, si ta them. Edhe jam shumë i kënaqur për kësaj që ndodhen te Tetova. Kjo kretu zhvillohet në kuadër të Vera Kulturës, Vera e Kulturës Tetova, kultura e Verës Tetovës, diçka e ngjashme se mbajmë. Sidoqoftë, emocionet janë shumë të mëdha, mundohem me gjithë miq të takohem se e shoh të arsyeshme, edhe për ju dajta pak kohë. Faleminderit që keni ardhur prej Prishtinës, me shpresë do ta kthej me të mirë, nëse jo me diçka tjetër me muzikë. Nuk ishin mbetur edhe shumë kohë deri në fillim të koncertit, andaj Elita 5 shfrytëzoi këtë pak kohë për të bërë gati të performonin para mira fansave në sheshin e Tetovës.